Një prej temave që ka qarkulluar prej ditësh në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka marrë fund një përgjigje të drejtpërdrejtë nga vetë protagonistët. Në prajmin e së martës, Brikena dhe Mateo kanë folur për raportin mes tyre, duke treguar me detaje se si janë njohur dhe pse biseda u mbyll shumë shpejt. Sipas Brikenës, gjithçka ka qenë një komunikim krejt normal i zhvilluar vitin më parë në rrjetet sociale. Nga ana e tij, Mateo ka pohuar se në ato kohë ka pasur një pëlqim të ndërsjellët, por asnjëherë diçka konkrete që meritonte të quhet histori dashurie. Brikena ka konfirmuar se pas asaj darke, gjërat u mbyllën përfundimisht. I kemi mbyllur temat pas disa ditësh pasi u takuam vetëm një herë. Nuk ishte nisur asgjë që të bëhet serioze, u shpreh ajo, duke kërkuar që kjo bisedë të mos zgjatet më tej. Me sqarime të dhëna nga të dyja palët, duket se një aludim i krijuar nga thashëthemet ka rënë poshtë. Historia mes Brikenës dhe Mateos mbetet thjesht një episod i largët nga Instagrami, ndërsa brenda shtëpisë ato vazhdojnë ngarë si konkurrentë të barabartë pa asnjë parpavi romantike.